Ju përshëndes. Putin nuk pranon takimin me Zelenskin dhe pyetja është pse. Sipas jush, ku qëndron problemi nëse ata do takoheshin? Le ta diskutojmë. Sepse nëse mbani mend, para një viti Vladimir Putin u takua me Donald Trumpin dhe vendosën në Alaska, nëse mbani mend, vendosën që gjysma e territorit të Ukrainës të jepet Rusisë dhe pastaj ai ndalon luftën. Pra ashtu siç ka thënë në Alask, ai atë kërkon, pra Vladimir Putin. Dhe nga ana tjetër, Zelenski bën thirrje, pra në mënyrë publike, në fakt ndaj u acarrua dhe Vladimir Putin, bën thirrje publike që thotë, tani Rusia shikoni është e qartë që kërkon vetëm luftë. Megjithatë, mundaj ta diskutoj me ju sepse është një diskutim i gjatë dhe unë do ta shkurtoj, po më bëri përshtypje sepse në këtë periudhë që po flasim, ndonse duket pak absurde nga ana e botës, sepse nuk jemi të informuar sa duhet me informacionet e Rusisë, por na japin informacione që janë për ata që dëshirojnë që Rusia të rrëzohet, është e logjikshme kjo, nuk është se e shpika unë, por nga ana tjetër, mjaft të shikoni qëndrimin e Vladimir Putin. Vladimir Putin, siç që thash, kishte vendosur që në kohën kur foli me Donald Trumpin, që ta ndanin pra Ukrainën. Në fakt ata deri tani, pra gjithë Rusia, të dini një gjë, që kur ka filluar lufta, që ka filluar në vitin 2014, po le të themi që filloi ashpër nga viti 2022. Deri sot, me fjalë nga viti 2022 deri sot, kanë marrë vetëm 20%. Pra Rusia ka marrë vetëm 20% të territorit Ukrainës. Dhe kjo është shumë pak. Dhe e dini pse këtë? Siç e tha dhe vetë Vladimir Putin para disa muajve në një konferencë shtypi, ku ai tha që ne po bëjmë një operacion sikur të jetë një operacion plastik bisturie, sepse mundohemi që mos të vrasim njerëz. Ne mundohemi vetëm ta marrim vendin dhe ta kontrollojmë atë, por jo të vrasim njerëz. Ç'është e vërteta gjatë viteve të fundit. Ai thotë që ata që janë vrarë më shumë thotë janë vrarë në territorin e Ukrainës nga ukrainasit, jo nga ne. Sepse ka të dhëna, thotë, fakt disa të dhëna tregojnë kështu. Nëse keni mbani mend që kemi folur edhe për ato disa orfanotrofe ose befotrofe që shkuan disa fëmijë edhe në Turqi dhe erdhën dhe kthehej nga Italia, që ishin, le të themi, gjendeshin në territorin e Ukrainës. Dhe askush nga njerëzit në përgjithësi, nga këta gazetarët, nuk mundet, me fjalë, po flasim njerëzit gazetarë të njerëzimit nga ana e zhvillimit, pra të Evropës, që nuk mundet që të shkruaj për këto gjëra, sepse është e pamundur. Qoftë për privacy, sepse ka disa gjëra që nuk mund të thuash që kur ka lindur privacy, por sepse mediat, pra evropiane, janë të gjitha të kontrolluara dhe askujt nuk janë banë që të shkruaj gjëra të tilla. Tani, nuk është se ne po themi kush e di se çfarë këtu, ne po flasim vetëm ato çka murmuritet nëpër rrjetet sociale dhe çfarë pretendohet nga konspiracionistët. Pra, në të vërtetë, Putin po qëndron idealit atij që ka rënë dakord me Donald Trumpin. Dhe ndaj nuk e pranoi edhe takimin me Zelenskin. Nga ana tjetër, Zelenski e ka bërë thirrje në mënyrë publike dhe Putin në forumin e San Pietroburgut, forumi ekonomik të San Pietroburgut, e tha haptazi, pra dije par dije kur ishte, e bëri publike që tha pse duhet që Zelenski ta bëj publik një letër kërkese për armë pushim, ose për një marrëveshje. Pra, pse duhet ta bëj publik? Pikërisht pra sepse i duhet mbështetja të tjerëve, vendeve të tjera, dhe njëkohësisht mbështetja edhe ekonomike, por edhe e arsenalit, pra e armatimeve, thot Vladimir Putin. Në sintezë këtë thot, edhe pse nuk e thot publikisht. Megjithatë, tregohet që ka çdo gjë sot nën kontroll. Në fakt, disa thonë që me Vladimir Putin nuk bën dot shaka. Me fjalë, nëse ti ke bërë një marrëveshje dhe është ajo marrëveshja
ti nuk mund të lëvizësh dot nga ajo marrëveshje. Dhe tregohet që në Alaska, përpara se ky Donald Trump të fliste me Putin, kishte folur me Zelenski, nëse mani mend ai bëri një takim përpara se të shkonte atje. Dhe Zelenski kishte rënë dakord, pra dakord vetëm që ta ndanin për gjysmë. Atëre kush e ngacmoi këtë, kush i ngacmoi urat, kush e ndezi zjarrin dhe kush i tha Zelenskit më vonë, jo duhet të kërkosh takim, për çfarë arsye? Nëse ai kishte vendosur që do bësh gjysmë për gjysmë. Pra, kujt i intereson që të vazhdoj lufta? Sepse tani po ja hedhin fajin Vladimir Putin me që sa ai thotë që pse duhet takohemi. Por logjike është që ai thotë pse duhet takohemi. Ne kemi rënë dakord. Kemi rënë dakord që ta ndajmë në gjysmë dhe nuk po them gjë. Që është e vërteta, mua më takon e gjitha, thot ai, sepse është pjesa ime, thot. Ju flisni rus, thot, kjo ishte e Rusisë, e Bashkimit Sovjetik, dhe duhet thot që të jetë imja. Pse të futet bota dhe pse ti do të largosh me gjitha të thot s'ka problem. Hajde ta ndajmë gjysmë dhe jemi në rregull. Pra ai që kur vendosi këtë, pra vazhdon akoma të jetë pionier i kësaj bisede. Ndërsa nga ana tjetër tani me letre që ka dërguar, letre hapur që ka dërguar Zelenski, duke thënë që e shikoni, Putin kërkon vetëm luftë. Kjo do nxis tani jo vetëm Evropën, por do nxis dhe botën që të shkojnë kundër Putin. Do ta mbani mend këtë, ja dëgjoni sepse sot doli lajmi, dje, por do ta shikoni me kalimin e ditëve. Dhe tjetër, se duke sikur disa duan që të shkarkojnë disa armatime që kanë ndërtuar para disa viteve, të bëjnë disa përplasje sepse u nevojitet, nuk di tani pse bëhen të pasur kur bëhen lufta, sepse thuhet që bëhen të pasur kur bëhen. Për çfarë arsye? Sipas jush. Megjithatë, doja të nënvizoj edhe diçka tjetër. Tregohet që Putin ka nën kontroll jo vetëm këtë situatë që është shumë e thjeshtë, por ka nën kontroll edhe një pjesë tjetër të situatave. Madje tregohet që ka ardhur deri në kontrolli deri në Serbi. Në fakt, Aleksandar Vučić tregohet që është si mund të quhet, një nxënës i etur i Vladimir Putinit, sepse i përmbush, ai nuk do që ta thot sepse ka frikë ta thot publikisht, sepse i futet Evropa dhe i futet edhe NATO. Dhe ai ka frikë që të thot haptazi që është me Putin. Kështu që bën disa lëvizje, tani në fakt u afrua me Kinën, që gjëja me anë të Kinës, nuk e di e pat apo jo, por bëri disa marrëveshje miliardarje, disa marrëveshje të forta. Dhe Kina e bën normal, sepse është përveç se Kinës nuk i intereson fare, sepse i intereson vetëm paraja, por njëkohësisht edhe pushteti, por e bën dhe sepse në mes është Rusia, pra Vladimir Putin. Dhe unë doja të pyesja ju çfarë mendimi keni për këtë situatë, sepse siç u thash, unë jam i bindur që tani shumë gjëra do të përshkallëzohen pra të situatës në Ukrainë. Si thash, Ukraina deri tani ka me fjalë Rusia ka marrë 20% të Ukrainës, edhe Krimen ka marrë, por nëse do përkeqësohet, unë them se do arrit deri në kufi dhe do ta marrë gjithë Rusia. Kam frikë për këtë dhe pastaj do shpërthej në një luftë. Sepse këto nxitjet kështu, më vjen ndonjëherë që pse duhet të bëjnë këto nxitje sipas jush, për çfarë arsye? Janë nxitje vërtet delikate këto. Shumë mire, thuhet që edhe në Shqipëri në këtë në protestat e Shqipërisë pas ka patur disa spion, thuhet serbo-rus. E ke dëgjuar këtë apo jo? E lexuat? Disa thonë që është e vërtet. Mos e ka bërë ndoshta për destabilizimin e vendit që bota të drejtohet nga Shqipëria, nga Kosova dhe nga Serbia. Ndoshta është ky problemi sipas jush, si thoni ju. Mundet që një situatë e tillë mund ta favorizoj Vladimir Putin. Megjithatë ka disa gjasa, disa të tjerë konspiracionistë thonë që ai ka frikë që të fus, me fjalë Vladimir Putin të fus këtë Zelenskin ose të jenë përballë Zelenskit ose me të tjerë, sepse mund të kenë disa gjëra në për trup, pra në për
gjaketa apo ku ta di unë, që emetojnë disa grimca, e dëgjohet mirë, që shkon dhe prek pikërisht ADN-n e një njeriu apo të një tjetri, ose të drejtuar në një vend të saktuar, që në këtë rast është Putin përballë. Dhe ka frikë se mos e helmojnë ose mos i hedhin ndonjë gjë, me pak fjalë, lëndë radioaktive. Megjithatë, unë shpresoj që situata të rikthehet në kontroll si më parë, ashtu si zgjati edhe me këtë të Iranit, dhe shpresoj në ditë më të bukura. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni. Natën e mirë.